LSDM ka kërkuar nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit që të marrë masa në lidhje me, siç thon ata, skandalin me tenderët në Ministrinë e Transformimit Digjital. Zëdhënësja e LSDM-s Bogdan Kakuzeska tha se LSDM i ka publikuar të gjitha provat dhe dokumentet lidhur me rastin në fjalë dhe kërkuan dorëheqje nga ministri Stefan Andonovski. Kërkojmë veprim urgjent nga antikorrupsioni për këtë rast i cili duhet të zbardhet plotësisht. Ministri Stefan Andonovski në një konferencë për media e pranoi skandalin me tenderet në ministrinë e tij, por në vend që të merrte përgjegjësi, të kërkonte falje dhe të jepte dorëheqje, ai mbrojti me paturpsi kontratat e tendereve që përfunduan tek bashkëshorti i sekretares shtetërore të ministrisë Klinçarova. Ky është një rast i qartë i konfliktit të interesit, nepotizmit dhe dyshimit të bazuar për korrupsion, që në fakt janë karakteristika të VMRO-DPMN-s. Nga LSDM kanë akuzuar se kompania e udhëhequr nga bashkëshorti i sekretares shtetërore të Ministrisë së Transformimit Digjital, Gordana Klinçarova, ka marrë tender në vlerë prej 50.000 eurosh nga i njëjti institucion. Ata thonë se ata kanë shpallur dy marrëveshje të lidhura dhe sipas LSDM-s, kompania ka marrë pjesë edhe në ndërtimin e Shkupit 2014. Ndërkaq sipas ministrit Andonovski, sekretarja shtetërore e kësaj ministrie, Gordana Klinçarova, nuk merr pjesë në asnjë procedurë të prokurimit publik. Ai thotë se angazhimi i saj është në punën administrativo-buxhetore të ministrisë dhe nuk ka konflikt interesi apo ndikim në procedurë nga ana e saj.